Lidhja e tyre u përfol shumë edhe gjatë spektaklit të shtëpisë më të famshme të këtij edicioni, po flasim për Mevlan Shabën dhe Livjen. Për sa kohë ishte në shtëpinë e famshme, Livja kishte deklaruar se ka qenë mjaft të dashuruar me Mevlanin, por pas eliminimit nga shtëpia e famshme, ajo me sa duket nuk është takuar me Mevlanin, por nga ana tjetër ky i fundit duket se nuk po heq dorë nga dashuria e tij për Livjan. Të paktën kështu po shihet në syrin e ndjekësve të tij, të cilët e vënë pas se ky i fundit po e ndjek në Instagram Rozana Radin, pra mikeshën e ngushtë të Livjas. Apo kërkon Mevlani një ribashkim nëpërmjet mikës më të mirë të Livjas? Kujtojmë se Livja gjithashtu kohët e fundit ka qëndruar në shtëpinë e Rozana Radit. Se çfarë po ndodh me këtë lidhje, e dinë ata më së miri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.